Në episodin e 15 të sezonit 4 të podcast flasim, kam 4 të ftuar. 4 të ftuar të cilët deri përpara pak muajsh nuk jetonin në Shqipëri. Të gjithë ishin jashtë Shqipërisë. Dhe sot janë në Shqipëri dhe mbulojnë detyra goxha të rëndësishme, duke marrë përgjegjësi jo të vogla pas një eksperience që është njëra më interesante se tjetra në rrugët e botës. Dhe nga Blerina tek Erinda, tek Andi, tek Floriani kanë ardhur sot me ftesën time për të ndarë eksperiencën e tyre. Dhe nga ana tjetër mua më duk arsyeshme, më duk interesante që publiku, ata që na ndjekin, të shohin se cilët janë disa nga njerëzit që nuk bëjnë buj, nuk dalin në televizor. Mbase tani që dolën këtu me mua do jenë detyruar të përballojnë edhe ca nga ato shigjetat komplet pa merituara që shkrehen ndaj çdo kujt këtu, por që punojnë pa u ndjerë dhe me shumë efikasitet në shërbim të shtetit shqiptar. Erinda është më e sapo ardhura, nuk ka filluar ende plotësisht të marrë ngarkesën këtu, por Erinda dhe Andi janë të dy që janë qasur Shqipërisë përmes platformës deputeti që duan. Dhe me që Erinda është ajo që nuk ka marrë të gjithë ngarkesën akoma, dhe me që është nga Vlora dhe Vlonjat TV dhe Vlonjat TV nuk jepet asnjëherë fjala të dytëve, lërë më pastaj të fundit, po e filloj me Erindën. Faleminderit. Si duken këto ditë të para në Shqipëri? Në fillim faleminderit për ftesën. Vjen me një përgjegjësi për çfarë do të them sot. Ditët e para në Shqipëri duken sikur kam qenë këtu, sikur nuk kam ikur asnjëherë, të them drejtën. Ndihem shumë komode. Ndihem mirë mes njerëzve që më suportojnë, mes njerëzve që vetëm tonë të më ndihmojnë. Me gjumin nuk jam shumë mirë akoma, por kam marrë pa pritshmëri në fakt, të drejtën. Dhe i kanë kaluar imagjinatën time çfarë mund prisja këtu. Është dita e dytë. Okej. Kështu që është akoma shumë herët. Po. Ndërkohë që Blerina ka disa kohë më shumë se sa 2 ditë, po jo dhe shumë, 2 muaj. 2 muaj, po. 2 muaj. Dhe po fillojmë me pyetjen si të duken këto 2 muaj në Shqipëri. Pastaj do hyj tek pjesa kush jeni, çka keni bërë, po si duket në këto 2 muaj se ti vjen nga shumë vite jashtë. Unë nuk se shoh pjesa e madhe vin bujnë studime një periudhë kthehen, unë kthehem pas gati 27 vitesh për të rrumbullaksuar. Një gjë që është e rëndësishme dhe dua ta përmend, unë nuk jam, dhe njerëzit ma pyesin këtë shpesh, ishte nostalgjia tani kur largohesh dhe je 8-9 vjeç, nuk ke nostalgji. Nuk kthehesh nga ndjenja e nostalgjisë, kthehesh nga ndjenja e përgjegjësisë që ke për vendin tonë. Unë kam jetuar në shumë vende të ndryshme dhe në çdo vend ku njeriu shkon, ka nevojë për një periudhë përshtatje. Kur vjen në vendin tënd dhe ti mund të jetosh kudo dhe mund të bësh shtetas se çfarë do vendi, po të gjithmonë je nga vendi jot. Pra identiteti personal lidhet, gjeografia bëhet historia e jetës tënde. Ndihem mirë në kuptimin që gjërat kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë për mirë. Ndihem mirë që ka një fokus të veçantë që të përmirësohet, jo vetëm imazhi i Shqipërisë që është përmirësuar në mënyrë të jashtëzakonshme, por shoh gjithmonë institucione të rinj që flasin gjuhën, që kanë jetuar jashtë. Pra,
në qoftë se një paragjykim im I parë ka qenë do të shkoj dhe njerëzit nuk do të më kuptojnë në disa gjëra siç bëhen në çdo zyrë, kam mësuar krejt të kundërtën, se është një nocion atje jashtë, njerëzit thonë, po se këto në administratë nuk punojnë, nuk rinor, domethënë është komplet e kundërta. Në këtë aspekt se si njerëzit kanë filluar të qasen punës dhe përgjegjësia, jam pozitivisht si thua jo e çuditur, po e lumtur që shoh këtë ndryshim pozitiv. Flori, ti u bëre 2 javë, 3 javë? U bë 1 muaj. U bë 1 muaj. Sa shpejt kalon koha. Floriani është kthyer nga Shtetet e Bashkuara dhe mbulon detyrën e zëvendësministrit të financave. Si ndjehesh pas 1 muaji? Normalisht ka një periudhë përshtatje, po dua të bëj honë saqë dhe Blerina. Kam gjetur një staf shumë akomodues dhe një ambient shumë akomodues të Ministria e Financave. Në të vërtetë e quaj privilegj dhe nder, domethënë që të bashkëpunoj me ta në gjitha ato që kërkohet. Dhe tashi unë jam larguar për 26 vjet nga Shqipëria. 26 vjet, po. Jam larguar 17 vjeç herë më parë. Dhe po jam këtu në Shqipëri çdo vit. Pat për 1 javë ose 2 javë. E ke prekur E ke prekur tokën shqiptare, as diskutohet. Dhe është domethënë kësaj radhe janë disa normalisht që kanë një akumulim eksperiencash gjatë kësaj kohe, po Shqipëria në vërtet nuk ka surprizuar për mirë. Domethënë dhe nuk kam çfarë them, ka shumë gjëra tjera për të bërë normalisht, por është krijuar një themel shumë I shëndoshëm atë. Andi, ti vjen nga një tjetër rrugë, nga Londra dhe u bëre më pak se Flori më duket. Më pak se Flori e 2 javë. 2 javë? Po. Çfarë si ndihesh në këto 2-3 javë? Kisha disa pikë pyetje, edhe unë mendjen dhe në kokën time në momentin që u ktheva, po tek Ministria e Financave kam gjetur një staf shumë përgatitur. Ka qenë që jam dhe pak tip perfeksionist, mendova se si do ishte kjo pjesa e kërkesë llogarisë dhe kështu, po jo, kanë qenë shumë akomodues dhe të gjithë më kanë pritur në goxha mirë. Dhe stafi me të vërtet I për t'ju bërë qefin, po me vërtet janë shumë përgatitur edhe shumë profesionist tek Ministria. Okej, tani vim tek pjesa më e thellë pak. Dhe po vazhdoj prap me Erindën. Erinda, si u largove dhe si eci rruga jote në Shtetet e Bashkuara? Po. Në fakt më vjen mirë që ma bëni këtë pyetje, se edhe unë 25 vite kam që jam larguar, dhe sa herë vi që kthem më shpesh se një herë në vit në Shqipëri, po sa herë vi dhe kam shprehur kënaqësinë që të kthem në Shqipëri përfundimisht, më thonë po pse do kthesh, po nuk më pyesin asnjëherë pse ika ose si ika. Tamam, kjo është e gjithë historia, si ika. Ika në vitin 2001. Ishte një ikje tipike e gjeneratës atëre, që të gjeni një shtëpi amerikane dhe të çonin një familje amerikane si exchange student. Mbaj mend që ditët e fundit në Shqipëri ishin pak kaotike, sepse familja ishte shumë e gëzuar që mua më kishte dalë viza që të shkoja në Amerikë. Dhe në fakt po më ngjatet mishi tani kur e them si histori, sepse mbaj mend fjala e fundit që më ka thënë mami, ka thënë Rinda Samir, më në fund të plotësua dëshira të shkosh në një vend që të kesh një të ardhme, po të lutem mendo dhe për ne, na merr dhe ne. Dhe tani që mendoj si e rritur, ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe, një peshë e madhe, dhe unë sa shkova në Shtetet e Bashkuara, mbaj mend që një misioni im ishte që të merrja dhe ata. Përpos faktit që lëviza në një vend krejt ri, me një kulturë komplet e kundërta e kulturës ku unë isha rritur, shumë individualiste dhe jo në komunitet. Ditët e para patjetër kaotike, unë isha në një familje në San Francisco. Në fakt vitin e parë kam kaluar në San Francisco dhe mbas vitit të parë, që ishte matura, jam kthyer dhe jam vendosur në Washington DC dhe kam dënjur aty prej vitit 2002 e mëtej. Ika ka qenë në atë kohë ne nuk ishim as të lidhur, interneti, datat nuk ekzistonin dhe mund të bëja një telefonat me prindrit
nuk e di, një herë në muaj me këto calling cards që ishin fizike dhe ishte shumë e vështirë dhe që të lidhesha. Ndërkohë unë isha në një familje që kisha fat në fakt, familja ishte e rregullt se në atë kohë dhe nuk shiheshin dhe nuk futeshin një filtr, cilat ishin familjet që fëmia shkonte. Dhe nuk e di çfarë guximi, në fakt kam pas prindërit e mi që e kanë marrë, edhe kjo tregon se si ka qenë Shqipëria atëherë, që të dërgojë një fëmijë 16 vjeç në një vend që është shumë larg dhe pa mbështetje. Po tani e kuptoj, Shqipëria atëherë ka qenë shumë keq, unë kam 16 vjeç dhe i kam në memorie ngjarjet e atëhershme të që ne kemi kaluar, plagët e rënda të luftës civile që u hapën armët, që ranë firmat piramidale, kam përjetuar në Vlorë, kam përjetuar shtetin që nuk ekzistonte në Vlorë, kam përjetuar krimin, kam përjetuar shumë, i mbaj mend shumë mirë të gjitha. Dhe këto kanë qenë kushtet në të cilat unë jam larguar kur e kanë mërë në Shqipërinë. Po për ty si ishte të je me origjinë nga Mitrovica, mos gaboj? Familja ime ka një origjinë të largët nga Kosova. Unë kam jetuar disa vite në Mitrovicë sepse i mat punonte për misionet ndërkombëtare atje, do të thonë si ekip ndërkombëtar, po nuk kam origjinë specifike. Ke lindur në Mitrovicë? Jo, unë kam lindur në Rrëshen. Kam lindur në Rrëshen sepse kështu atëherë si të shkonin njerëzit në vende të ndryshme në kohën e komunizmit. Ndërkohë fagjyshrit i kam në Tiranë, mamaja më ka lindur në Tiranë. Kam lindur atje, fatkeqësisht s'kam jetuar asnjëherë se pastaj filloi demokracia dhe erdhëm u kthyem në Tiranë. Do të thënë klasën e parë e kam filluar në shkollën që tani quhet Pjetër Buti, që është rrëzuar dhe po rindërtohet. Pastaj jemi larguar në Evropë. Kam pasur fatin se i mat është një nga ata që është larguar dhe studio. Po, emri i tjetër, po. Që kemi nga njëjta shkollë. Po ç'ne ke Alçikondi? Po sepse familja aty, do të thënë familja jote jetonte në Myslimshyrë dhe ende jetojnë aty. Dhe kur u kthyem kur larguan nga Rrësheni, do të thënë aty u kthye familja. Pastaj un kam pasur fatin se i mat që kishte kryer Akademinë e Arteve këtu. Pastaj shkoi të bëj një master në Universitetin e Lozanës. Dhe punoi për shumë vite, restauroi kisha, gjëra, ende ka komuniteti atje që i ka mbledhur vendet ku ka punuar. Pastaj shkova në Itali për studime, shkova në Genova, përfundova studimet juridike, u specializova në taksa dhe tatime, për edhe një praktik atje. Në ndërkohë kisha takuar atë që sot është Tim Shoq, dhe ai kishte një karrierë, ishte në Londër, pastaj kosovar 100%. Po, nga Gjakova. Ishte në Londër, edhe pastaj punonte për Fondin Monetar, pastaj pati një ofertë që t'i bashkoi qeverisë e Emirateve Arabe. Po ndërkohë në Itali, punove te Leonardo. Në Itali, po. Por isha e specializuar në një fushë takse dhe tatime në shtetin ku nuk duhen taksa dhe tatimet, ku s'ka, pra nuk mund të aplikoj asnjë nga aftësitë e mësuara. Pastaj përmes Leonardos, që është kompania e tretë e mbrojtjes në Evropë. Mos e thëjtë në shtetin ku nuk duhen taksa dhe tatimet. Ku nuk i duan shumë. Sepse ku nuk i duan shumë se kanë resurse të tjera që ne nuk i kemi, se shteti do mbulu. Shikoj, un kam studuar taksa dhe besoj fort politikat fiskale, dhe bashkëshortin e kam fiskalist, kështu. Pastaj përmes Leonardos, ata vendosën të hapin zyrën rajonale për lindjen e mesme. Në ato vite nga 2012 deri të pak 2022, lindja mesme ka qenë tregu i parë për shitjet e produkteve të mbrojtjes. Shkova në Abu Dhabi, qëndrova me Leonardon 7 vite, detyrimi kryesor ka qenë kryenegociatore për lindjen e mesme, për shitjet, për bashkëpunimet e ndryshme, JV-e të tjerë. Në të njëjtën kohë që unë isha atje pas 7 vitesh, Emiratet po përpiqeshin të ndërtonin një industri të vetën indigjene, një industri të mbrojtjes dhe të aviacionit. Sepse blenin dhe kishin nevojë që të bënin diçka në vendin e tyre. Dhe unë jam pjesë e këtij ekipi që më kërkojnë të bashkohem dhe të ndihmoj në këtë mision të ri, domethënë në formimin e kompanive të mëdha, seksioneve të Aerospace të Mubadala, pastaj një pjesë u transferua që sot është grupi EQ. Edhe pata aty një detyrë që të udhëheqja të gjithë negociatat edhe kontratat e reja që bëheshin.
dhe të trajnoja një grup vendasish që do të merrnin pozitën time pas ikjes. E bëra këtë gjë për rreth 3 vite, dhe ka qenë vite shumë të mira, sepse po bën diçka nga fillimi, pra ke mundësinë ndonjëherë ti bësh gjërat ashtu si do. Edhe që një industrializim i suksesshëm. Pas kësaj u rekrutova në Lockheed Martin. Më rekrutoi një admiral me 3 yje që ishte për Lockheed Martin në linjën e mesme dhe që në mandatin e Trump 1 ka qenë numri 2 komandës qendrore në shtëpinë e bardhë. Pastaj aty isha marrë gjithmonë me shitjen e sistemeve të mbrojtjes, rreth 25 shtete në linjën e mesme, shtete nga të bukurat, siç janë Gjiri, edhe shtete të vështira të linjës mesme, shtete ku ka pasur edhe luftra, ka endre luftra. Në Lockheed Martin u promovova në vitin e parë, sepse qefati im që amerikanët janë gjithmonë me targete financiare, i dyfishova targetet dhe u promovova si ekzekutive për të gjithë linjën e mesme për 25 shtete. Kjo që një eksperiencë shumë e rëndësishme, tmerrsisht dinamike. Do të thënë një eksperiencë ku ti jeton me valixhe në dorë, jeta jote është një valixhe, ti je gjithmonë në udhëtim, nuk je asnjëherë në shtëpinë tënde. Dhe pikërisht në këtë eksperiencë në 2020 në dhjetor të 22-s, ndërsa isha në DC, se pjesë të madhe të kohës kur bën shitje të produkteve të tilla bëhen përmes shtetit, pra kërkon pjesë të harxhosh kohë me administratën, me Pentagonin, me kongresmen që do t'i bindësh për ta aprovuar për dëndime. Dhe një ditë vrapoja shkallëve të një objekti qeveritar dhe isha pothuajse 3-4 ditë para lindjes. Edhe në atë kohë po ndiqja një fushat për një nga shtetet e lindjes së mesme që kërkonte një skuadron F-16-ash, por nuk i kishte mjetet financiare, pra ishte si dy fishë dhe do të kërkojë ndihmë që Amerika ta aprovonte rreth 1 miliard, edhe në njëjtën kohë do siguroheshe që klienti po merr atë që kërkon. Në këto shkallë kështu, mes një grupi hasem me General Petraeus. Edhe më afrohet dhe më thotë, dhe se kisha takuar më parë. Dhe më thotë, ti që vrapon kështu, andi, do të thënë, gati po lind këtu. Edhe më thotë, po ti s'më dukesh mua, se unë atë kohë për një nga këto shtetë, dhe më thotë, ti nuk më dukesh mua nga ky shtet, nuk po përmend shtetin tani. Dhe them, po jo, them General, unë nuk jam nga ky shtet, unë jam nga Shqipëria. Dhe ai më shikon dhe më kthehet dhe më thotë turp. Edhe unë mbetëm pak si, dhe them, pse General, çfarë turpi kam bërë? Unë thotë, jo, thotë nuk e bërë ti turp. Po ti je në këtë fush, ku ti duhet të kthehesh në vendin tënd dhe të bësh një gjë për vendin tënd. Se gjithë kjo fusha e mbrojtjes është lobim, është njohje, është kontakte. Pra tha, më dëgjoj mua, tha, që vajza jote mos të endet kështu si ti, ktheu në vendin tënd. Edhe kështu ta nguli goshtin. Rodhen gjërat. Po. Florian, po historia jote si është në aspektin e ikjes dhe pastaj të ngritjes deri në pikën ku arrite që nuk ishte pak në atë vend që është një lloj xhungle jo e lehtë. Ashtu është. Unë jam larguar 17 vjeç nga Shqipëria në 98-ën. Te bile jam larguar me avionin e fundit të Suiserit para se të mbyllë Rinasi. Më thanë që me shumë fat merr avionin dhe largohu. Sepse edhe unë kisha fituar një bursë të plotë për Kolegjin e Botës së Bashkuar në Vancouver, Kanada. Kam pasur një student shumë i dalluar të Sami Frashim përpara, për 2 vite tek Samiu. Dhe mbaj mend jam larguar, ka qenë mund ta them domethënë një mjegullnare e vërtetë. Sepse kam ndrruar 4 avion për të arritur deri në Victoria, në British Columbia. Po dhe atje kam gjetur një mjedis shumë të mirë, shumë i pritë, sepse ai kolegj është një lloj eksperimenti shoqëror, domethënë, pak idealist. Vijnë 200 studentë nga gjithë bota, ekselent, nga 80 komsi të ndryshme, diçka e tillë. Pas 2 vjetësh atje, kam vazhduar studimin për ekonomik dhe matematik në Simon Fraser University në Vancouver, dhe atje kam qenë në bursë të plotë. Mbarova studimet atje dhe isha në pak në dyshim se ndelen, sepse unë jam dhe pak poet nga natyra dhe kisha një profesor atje që është member of Royal Canadian Society dhe më sa vazhdo për letërsi, pse do të vazhdo për matematikë.
Thash mua pëlqen jeta boheme, po me thënë të drejtën nuk jam aq bohem sa të më thënë të mbaroj bohem. Diku do e marr kthesën. Edhe u largova pas e mora u pranova për doktoraturën në NYU për ekonomi. Aty mbarova shumë mirë, i specializuar për makroekonomik dhe ekonomi financiare. Kam pasur nderin të kem mentor njerëz si Tom Sargent, që është fitues çmimin Nobel në ekonomi, Mark Gertler, që është këshilltar special, ka pasur këshilltar special i Ben Bernanke, ishte guvernatori, ishte chairman of Fed, e të tjerë. Kam dhënë mësim si profesor i jashtëm në NYU për një kohë të caktuar. Në New York takova me një grua fantastike që më vonë bashkëshortja ime, Elizabeth Newell. Patëm fëmijën e parë, Amelian, që tash është 6 vjeç. Dhe ishte koha domethënë për t'u larguar dhe merri një ofertë pune për Los Angeles. Për çmimin e transferit, si konsulent për çmimin e transferit, taksimit ndërkombëtar në Anderson Tax. Dhe nisa punë atje, punova shumë vjet. Si thuash, në një mënyrë ose në tjetër, kupton shumë marifete të konsulencës. Po vjen një moment që thua I want to see the other side of the equation. Do të shikoj si është, domethënë, çfarë roli ka me qenë shërbëes i shtetit. Se gjatë kohë kisha marrë qytetarinë amerikane. Dhe doli një oportunitet, domethënë, në një takim me IRS, dhe ata më dhanë një intervistë pune dhe më morën si senior economist në nivel të lartë. Agjencinë e taksave. Me Agjencinë e taksave, Internal Revenue Service, që është pjesë e departamentit të sajt amerikan. Atje pasoj punova për një vit, kisha në ngarkesë çështje shumë komplekse taksative, se kishte bësh me shifra shumë të mëdha, domethënë, që kanë lidhje me dëmshpërblimin me dëmin taksativ kundër shtetit amerikan. Këto çështje shkojnë para gjyqit taksativ amerikan. Dhe ata i kanë të tmeshme ato? I kanë të tmeshme patjetër, domethënë, edhe kalon për shumë filtra dhe më duhej të rekordoja raportimet e ekspertëve të jashtëm, që i merreshin nga MIT, Harvard e tjera. Por i lash këto çështje pezull, sepse detyra më thirrën në Shqipëri. Që ndjej domethënë, unë jam pak idealist nga natyra. Çfarë ishte gjëja që triggeri atë? The trigger, dhe thënë sinqerisht, është fakti që Shqipëria është në një moment shumë delikat, po kemi një mundësi të ardhë për të futur në BE dhe dua të jap kontributin tim. Kjo është e trigger. Dhe arsyeja vetme pse jam këtu është sepse qeveria që u drejtoni më dha një mundësi. Nuk kam besim të plot, domethënë, që me vizionin që kemi, që ka qeveria juaj, vetëm me vizionin tuaj dhe me leadershipin e qeverisë, domethënë, ne mund të futemi në BE. Dhe prandaj jam këtu. Andi, ti tentove të hysh nga platforma, nga rruga e politikës. Po. Edhe ndoshta kjo është interesante edhe për të shpjeguar, po më parë duke bërë një sqarim se ndërkohë thash vetëm që Rida është nga Vlora. Edhe unë jam me origjinë nga Vlora nga Imant. Ndërkohë që ti je nga Lezhë, mos gabojmë, ke lindur në Lezhë. Kam lindur në Lezhë, nëna është nga Lezhë, baba nga Berati. Je kombinacion. Unë jam kështu gjithë shqiptare. Gjitha. Po, dhe ndërkohë ti je me origjinë nga Vlora, po në lindur në Fier. Lindur rritur në Fier. Moshë 17 vjeçar. Je nga kryeqyteti i socialistëve, siç i thonë. Po, nga qyteti i Ëndrrave, dhe qarku i Ëndrrave. Kështu i themi. Unë jam larguar në moshën 17 vjeçare. Kam vazhduar një pjesë të gjimnazit në Londër. Isha student ekselent në atë kohë dhe ishte kjo dëshira dhe ëndra gjithmonë për të vazhduar studimet në Britani. Kisha një, nuk e di, isha shumë i apasionuar pas sistemit të edukimit në Britani, gjithë mënyrës se si bëhet edukimi aty, po gjithmonë me përqasjen për të përfshirë në politikë. Pasi përfundova gjimnazin, vazhdova universitetin në Bristol dhe masterin në Londër për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Ky ka qenë fokusi kryesor. Kam bërë dhe lënë shtesë në fushën ekonomike dhe kështu pastaj u transferova në karrierë në shërbimet profesionale dhe bankare. Kam rreth 12 vite që punoj në fushën e shërbimeve financiare atje dhe së fundmi edhe në audit për rreth 7 vite. Përpara se të nisja punën në ministri isha menaxher auditimi tek Citibank në Londër, departamenti i thesareve dhe kapitaleve.
Kështu që kur doli mundësia këtu, domethënë ishte edhe ideja, drejtori i përgjithshëm më bëri pyetjen pse po largohesh, sepse s'kisha shumë që isha ngritur dhe në detyrë. A ka të bëjë me diçka financiare që mund të të paguaj më shumë? I thash, nuk ka shpërblim financiar në botë që më bën të ndryshoj mendjen. Dua të kthehem dhe të jap kontributin tim. Kështu që është pjesërisht patjetër idealizëm, patriotizëm, por gjithashtu edhe privilegj dhe nder që të përfshihem dhe unë në grupin fantastik që kemi krijuar dhe të ndihmoj në afrimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian së shpejti. Nga ti vazhdove studimet administrim biznesin, mos gabon. Po, sakt. Unë ju futa botës së biznesit, duke qenë në Washington DC, isha rrethuar nga politikan, nga ligjvënës, po në fakt bota e biznesit më interesonte, ishte shumë atraktive dhe kisha një kuriozitet të pamatshëm atëherë. Kur më pyesin njerëzit çfarë profesioni ke, u them vi pak nga ardhmja, sepse jemi gjithmonë duke bërë praktika të reja, duke ndihmuar njerëzit në mënyra jo sistematike që ne mund të kemi programe në mendjen tonë. Tani punoj për Uber Technologies, kam punuar gjithmonë në Big Tech. Jam eksperte e kontratave publiko-private dhe gjithmonë kam prezantuar pjesën private, jo publike. Klientët kanë qenë gjithmonë qeveritë. Qeveria federale, qeveria vendore, njerëzit që unë ndihmoj tani janë të moshuarit, qytetarë me aftësi të kufizuara dhe studentët në transport. Makinat fluturuese nuk i kemi shpikur akoma, po jemi tek makinat pa shofer. Dhe nuk e di nëse mund ta imagjinoni dot, një student që dhe punon, bën një master, del nga puna, do të shkojë në shkollë, në leksion, hipon një taksie pa shofer dhe në të njëjtën kohë që është në taksi porosi darkën për familjen që ti dërgohet. Dhe në të njëjtën kohë aplikacioni i thot tarifa juaj e ul sepse keni edhe një student tjetër që do t'ju bashkohet këtij udhëtimi që të shkoni të njëjtën leksion bashk. Vjen një student tjetër dhe i çon në leksion po atë ditë. Kjo ardhmë është këtu në fakt për ne dhe unë e jetoj këtë, e kam jetuar deri 2 ditë më parë se të kthehesha në Shqipëri në fakt. Është vërtet domethënë prekse kjo e gjitha edhe unë prandaj doja që edhe t'ju bëja bashkë dhe ta ndaja këtë edhe me njerëzit sepse ajo që tha Blerina është edhe patjetër dhe ju e keni dëgjuar pafund. Është një refren i përsëritur në pafundësi që administrata, hajdutët, gjithë hajdut. Ndërkohë që pa diskutim që administrata ka hijet e veta, nuk diskutohet se nuk do ishte komplet e pandershme që ne ta fshinim këtë, por unë vetë personalisht kam pasur më shumë stres nga hijet e administratës sa kam pasur mjaftueshëm motivim për t'i dalë për Zot. Por kjo është përmbysur komplet kur kemi bërë procesin screening. Edhe të gjithë bashkëpunëtorët e din shumë mirë, din ata që merren me procesin e integrimit, e din ata që kanë qenë pjesë e bisedave për përbarimin në rrugën e BE-s, që thosha e kam darë dhe me ta, po me vete e kam pas vazhdimisht si dorësh që çfarë do ndodhi në orën e të vërtetës. Dhe ora e të vërtetës për mua ishte momenti kur negociatat do fillonin me screening, do me thënë me gjithë diagnozën e shtetit shqiptar, ku faktikisht janë 1000 vetë nga ana andej dhe 1000 vetë nga ana këtej, që ulen përballë njëri tjetrit me 36 grupe, mos janë më shumë, po të paktën po flas për grupet që unë vetë kam kontaktuar, kam parë, dhe që i hynë deri në qelizë shtetit shqiptar. Dhe aty ka shumë rëndësi çfarë, si performon ti edhe si luan ti pjesën tënde.
Dhe kur filloi procesi, kam qenë shumë në tension, sepse thosha, gjithë kjo luftë, gjithë të përpjekje, për të bindur dynjan që pritë se ne nuk jemi ata, imagjino tani sikur të filloj të fusi ujë varka, edhe të fillojnë ato varjet e turinjve në fillim, pastaj të fillojnë përshpërimet, pastaj të bëhen shurdhuse që këta nuk janë gati, këta nuk kanë lidhje. Dhe kur papritur filloi një tjetër këngë. Se më thoshin mua këta të mitë këtu, tanë domethënë, që po ecim mirë, po thosha, nuk. Kur filloi një muzikë, kryeministri i Hollandës, edi, po t'i gjoj fjalë shumë të mira për ekipin shqiptar. Mbresat në Bruksel janë shumë të forta. Kryeministri i Danimarkës, edi, ç'a ndodhi me administratën tuaj, se kam parë këto raportet e Ministrisë Jashtme për pjesën e proceseve të vendeve që duan të hyjnë dhe jeni on the top. Pastaj kryeministri i Spanjës. Pastaj kur procesi hyri më thellë, aty pastaj të fillon ta thonin qartësisht ata që është një surprizë. Shqipëria është një surprizë, administrata shumë e përgatitur, njerëzit shumë të serioz, ata negociatorët on the point, një vend perëndimor, domethënë kjo gjëja më ka dhënë shumë krenari. Me që mëra fjala tek negociatat, unë jam negociator te kapitulli 32. Peri tani. Po është një nga kapitujt që hapet më shpejt, po mbyllet në fund, edhe kemi diku te 4 drejtoritë Ministrisë Financave, kemi gjithashtu KLSH-n dhe Bankën e Shqipërisë përfshirë në gjithë këtë proces. Dhe me them me përgjegjësi plot që tek ai kapitull që unë jam negociator kemi ecur goxha mirë. Unë tani erdha domethënë ishin, siç u thash, këto pikë pyetje që ku jemi, si po ecim, me vërtet është bërë një punë shumë e mirë. Normalisht kemi gjëra ende për të arritur dhe kështu, por që si kapitull ka ecur. Kjo është. Unë shtoj diçka, unë është dita e dytë dhe jo vetëm që si jemi ata, por prandaj jam kthyer, sepse janë këto histori që duhen thënë. Janë këto histori që duhen bërë faktor. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse unë jam kthyer këtu. Nuk kam pasur një moment katharsis apo një pikë në jetë që më ka thënë, "Ok, Erinda, kjo është dita që ti ke marrë vendimin." Kanë qenë pikërisht këto histori të vogla që dëgjoj tek këtu, që përjetoj kur jam këtu, dhe këto duhen hulumtuar dhe thënë. Gjëja që më bëri mua përshtypje, Erinda ishte tek deputeti që duam, bëri gjithë ato proceset. Edhe në fund nuk e pa veten në atë listën. Edhe më bëri shumë përshtypje të më shkriti mesazh. Përtej fakti që shpresoja të isha, nuk jam, ajo që mua më intereson më shumë është që të kuptoj se çfarë do të bëj unë që të përmirësohem, sepse unë e kam ndarë mendjen që unë dua kthehem në Shqipëri. Dhe ishte për mua një sinjal i rëndësishëm, sepse unë mendoj që një nga pikat e dobta që kemi ne si millet është që ne kemi shumë të vështirë t'i vëmë emrin gjërave kur gjërat nuk na pëlqejnë. Nuk na vijnë shtat më saktë. Kemi shumë të vështirë t'i vëmë emrin. Gjithmonë do gjejmë emra të tjerë. Dhe në përpjekjen për të gjetur emra të tjerë, patjetër që kur vjen fjala për diçka që ne kemi pritur dhe nuk na ka ndodhur, patjetër që është dikush që na ka ngrënë hak. Në mos janë disa, në mos është i gjithë shteti, në mos qofte gjithë bota. Dhe ai kuantumi i instiktit ose ai instikti i shkuarjes përpara, i njeriu që e ka vendosur që të shkojë përpara, është pikërisht kur
pavarësisht se rrëzohet ose se nuk i përmbush një pritshmëri. Nuk i gjen një emër tjetër, po thot, okay, let's move on, unë do vazhdoj përpara. Edhe me sa e kam dëgjuar dhe historinë tënde është e ngjashme para shumë. Në fakt unë kam kaluar disa intervista dhe të fundit e pata me ministrin e financave, cilin dua ta falenderoj për besimin. Dhe kjo që thoni ju, me kisha ndarë në mendjen që në një mënyrë po një tjetër doja të përfshihesha. Dhe kur më erdhi mundësia që të kisha edhe këtë intervistë, ndova të bëja më të mirë dhe ja ku jam sot. Dhe përveç kësaj se nuk e përmenda. Jo se, por normalisht për një shqiptar tipik që punon në Citibank, donte të bëj deputet. Nuk u bë. Tani ti thuaj, pardon, si reagoj? Imediatja do ishte unë nga Citibanku i them këtyre që ja ku më keni dhe këta më thonë mua që s'qëngam unë për deputeti Myzeqes, po në djallë të vej i pata disa mesazhe të tilla. Myzeqeja me gjithë partitë. I pata disa mesazhe të tilla, si të zgjollën, si të shumë. Jo, në fakt reagimi im është publik se kam postuar në Instagram dhe ka qenë vetëm falënderim për ata mirë, ata i mirë kuptoj unë atë pjesën sepse edhe tendenca është për të thënë që ore shiko ç'a bëjnë këta tani. Ky i vjen nga Citibanku, ta i thon si e për deputet. Ndërkohë që në parlament ka njerëz që s'din flasin për shembull. Por reagimet e një pjese kanë qenë breslënse. Që okay, ne do vazhdojmë. Një pjesë tjetër ka pas dhe nga ata që më kanë shkruar mua për shembull. Që edhe një herë që unë mendova që ju dha shansi meritokracisë. Mbas kaq shumë vitesh, kjo ishte një gjë që s'ke çaj bën. Dhe në fund fare unë për ato jam i sigurt që ai s'është për luftrat me bal. Ti edhe mundet ta përballosh. Po nuk është e thënë që një zgjedhje e tillë është objektive 100%. Mund të bile kanë fejlur universitetet më të mëdha kur kanë ngelur ose kanë përzënë njerëz që pastaj kanë dalë gjeni apo. S'është e thënë kjo është subjektive. Njeriu nga çdo proces mëson edhe të paktën e kam diçka që duhet të jesh mirënjohës gjithsesi dhe për procesin dhe për rrugën. Jo gjithmonë ja del të jesh i suksesshëm, por ka gjithmonë një herë të dytë, të tretë. Duhet të provosh. Nëse je i bindur ti shkosh diçka deri në fund, nuk duhet të heqësh dorë. Kjo është ajo që mendoj. Unë besoj në gjë tjetër në fakt. Çështja e punës mirënjohjes është e diskutueshme, unë kam ca idera të tjera për mirënjohjen kur vjen puna tek fusha e betejës, po unë besoj që shprehja jo çdo gjë e keqe vjen për keq. Është një mënyrë popullore për të thënë që ne nuk jemi në gjendje ta kuptojmë menjëherë se ajo gjë që na ndodh dhe që ne me njëherë e quajmë një gjë të pa përshtatshme, të pa kënaqshme, të keqe. Është vërtet e tillë për ne. Edhe një nga shembujt më spektakolar të kësaj është historia e Steve Jobsit dhe është fjalimi i tij i famshëm kur ai tregon se si të gjitha momentet kur atë ditë që gjëja ka ndodhur dukeshin sigurishin rënim, në fakt quan aty ku ai vajt. Po mos kishte ndodhur kjo, unë s'do bëja këtë. Po mos kisha bërë këtë, unë s'do dilja këtu. Dola këtu, më ndodhi kjo. Po mos kishte ndodhur kjo, unë nuk do mendoja këtë, dhe po mos mendoja këtë, unë nuk do shkoja më tutje. Për pjesën e Steve Jobsit, në fakt në Big Tech në kështu operojmë. Kemi sinjale që diçka mund të lindi dhe nuk e dim çfarë ndërtojmë. Nisemi të ndërtojmë një avion, por mund na dalë anije. Po ne luftojmë pikërisht siç tha Blerina për rezultatet. Do thënë, luftojmë për rezultatet dhe rezultatet na çojnë aty ku do ndërtojmë. Po pikërisht këto gjëra që nuk kanë përfundimi siç ne i prisnim, është status quo gjithmonë në teknologji.
Në qoftë se mund të ndërhyj për diçka. Matematika duhet ketë. Jo, do kalojmë astrofizik në fakt. Mirë, dakord, por domun duhet kesh ti përgjigje për këto. Shiko, ne domethënë normalisht koha ndryshon në një planet, po planeti ka një trajektore të caktuar, në një konstelacion të caktuar etj. Për shembull, hëna gjysmë sa nuk e tregon kur sa do të mundohemi ne ta shkojmë nga toka për shembull. Ku dua të dalë me këtë është që disa gjëra kanë shtratin e vetë kohor që realizohen me kalimin e kohës. Dhe të tjera mund të bësh shumë forecasts, mund të bësh shumë pritshmëri, domethënë parashikime, modelime financiare, modelime ku ta diun domethënë, por disa gjëra nuk lëvizën se janë të shkruara. Dhe këtu ka dalë domethënë, edhe është po ja them troç, mua më bëj shumë përshtypje një dëgjova fjalimin tuaj të shtunën. Ju thatë një shprehje të një profeti hebrej, Izaja 52:7. Për personin që si e lajm të mirë. Ishte për mua domethënë që diçka më pëlqeu shumë kur dëgjova domethënë. Dhe thjesht kur dëgjoj diçka të tillë them në Shqipëri ka vizion të caktuar për të ecur përpara dhe për të lëvruar domethënë në atë drejtim që kërkon koha. Tani rreziku juaj tani i madh, që po rreziku në cilin tani keni hyrë në këtë fazë të kësaj bisede, shumë i madh. Në raport me ata që na ndjekin është që të dukeni sikur jeni ca UFO që ju duket sikur keni ardhur në një oazë shumë të bukur me njerëz shumë. Tani hëna ka 2 anë. Tani unë dua që në këtë pjesë fundit që kërkoj të flisni për anën tjetër të hënës. Domethënë për cilat janë gjërat ose mbi çfarë terreni ku ju qartësisht janë bindur, shikoni problematik, shikoni mungesë për sosmëri është fjalë e madhe, po shikoni gjëra që duhen bërë më mirë etj. Domethënë, nëse do flisni për këtë pjesë, për shembull, po e filloj me ty. Ne jemi në një fazë që kemi vendosur të ringrem industrinë e mbrojtjes edhe po bëjmë hapa të rëndësishëm. Tani duhet të pranojmë që jemi njëkohësisht në një nivel aty ku mund të kenë qenë ata ku ke qenë ti më parë dhe me sipërsi ke punuar ti shumë vite më parë. Si e shikon perspektivën e kësaj ngritjes së industrisë? Ti mendon, cilat janë ato pengesat që shikon edhe si e shikon nëse do të bëjë pyetja Shqipëria 2030, çfarë do jetë për industrinë e mbrojtjes? Shumë e rëndësishme që Shqipëria e ka kuptuar që duhet bëjë një industri të mbrojtjes, se ka shumë rëndësi kjo. A jemi afër apo jemi larg? Në këtë moment, dhe këtë po flas në këndin tim si profesioniste, mendoj që ende duhet të kuptojmë ku i kemi limitet, se ndonjëherë asgjë nuk të limiton më shumë se sa pa i ditur limitet e tua. Kur nuk i di limitet, nuk kupton. Unë mendoj që dhe tani po flas si organizat, mendoj që duhet jemi më bashkëpunues në sensin flow informacionet, edhe ti ndajmë qëllimet, sepse nuk mund të kesh 10 prioritete në të njëjtën kohë. Pra, nuk mund ta industrializosh Shqipërinë sot në të gjitha qytetet e mundshme. Absolutisht. Unë e kam qasjen shumë shpesh, bëj gjëra dhe flas me njerëz të ministrit mund të i them. Kemi qëllimin 1, 2, 3. Përhapja shumë e madhe është ngatres dhe mungesë fokusi. Ne gjithmonë them fokusoni në gjë. Industrializimi fillon me gjëra të vogla. Sot industria e mbrojtjes është e varur nga të gjitha shtetet, është shumë komplekse. Sot ke F-35-ën që rreth 60% bëhet jashtë Amerikës. Po kodin e kanë ata. Po. Nuk e ngre dot. Pra, ne duhet jemi më mendje hapur ndaj ideve që marrim. Tani Shqipëria është në një pozitë të mirë, sepse është të thuash vendi i fundit në Evropë që është kaq i hapur të mirëpresi të tjerët.
Edhe është vendi NATO-s. Siguria është në vëmendje të madhe. Nuk besoj që të paktën në vitet që kam jetuar unë ka pasur ndonjë moment më kritik, më të turbullt. Dhe do t'ju tregoj tani një shembull. Para, më thënë javën që shkoj isha në Bruksel dhe marr ekipin në Ministrinë e Mbrojtjes dhe i them do bëhet konferenca e armatimit në Bruksel, në NATO. Dhe ekipi më thot, po ne nuk shkojmë thot në këto, se s'kemi industrinë, nuk bëjmë, çfarë do bëjmë ne te kjo konferencë? Jo. Do të shkojmë në konferencë dhe do të flasim, sepse nuk ka sens që ne të jetë emri jon në tavolinë dhe shteti jon nuk shkon në këtë. Edhe vin stafi dhe ca më thon, po jo thot se kjo është nivel drejtori i lartë, s'është nivel zëvendësministë, them nuk ka fare rëndësi për mua. Unë dua të shkoj në konferencë. Edhe shkoj në konferencë, marrim pjesë dhe për herë të parë angazhohemi, flasim, po bëjmë këtë, po bëjmë atë, që debat konstruktiv, Britania Madhe, që thoshte ne ju këshillojmë të bëni edhe këto. Edhe mbas kësaj shkojnë njerëz në zyrën e NATO, zyrën shqiptare të përfaqësisë në NATO, dhe i thonë, po thotë ajo vajza thotë ajo shqiptare, apo është e huaj, e naturalizuar, foli, i dinte këto të industrisë, produkte specifike të tjerë. Edhe po flisja me ambasadorin Gjoni dhe i thash, ambasador, thash, ndoshta duket si kompliment, po thash në fakt është kritik. Se i bie që pse u çuditën këta se Shqipëria pas kanë plan, ka shtete shumë të vogla në NATO aty që gjithashtu janë po aq të vogla sa neve në rajone të tjerë. Nuk çuditet njëri kur flasin. Edhe kjo që për mua personalisht që jep një shembull të tjerëve që nuk po ndërron ti se po bën kështu, se nuk më ka munguar mua platforma të flas për këto gjëra. Po do ta bësh në flamurën e vendit tënd që të qartësosh se dhe neve nuk jemi larg botës, si kemi kuptuar, dhe neve ç'duhet si po e bëjmë, si po përpiqemi. Edhe këtu mendoj që jemi në rrugë të dur, kemi shumë kohë. Nëse do t'ju jepja një afat kohor, do të thoja Shqipëria 32 do të ishte gati për eksport. Në ato gjëra që mund t'i bëjmë neve mirë. Jo, për dakord, në rregull. Domethënë them Shqipëria 2030 duke qenë se 2030 është zhurë refreni, po unë besoj që e para, e kemi diskutuar të gjë, ne kemi avantazhin e madh se të nisesh nga mbrava, por ama ti je i vetëdijshëm se ku do të shkosh është avantazh, sepse ndërkohë nuk ke ngarkesa të mëparshme në sensin që nuk je i kondicionuar nga një stok gjërash që ti ke aty. Ne kemi avantazhin që nisemi nga mbrava dhe mund ta bëjmë çdo gjë të nivelit më të lartë që është sot. Jo të rrim, të riparojmë kjo, ajo, etj. Se ka vende të tjera, s'po përmendim, në rajon që kanë industri mbrojtje shumë të zhvilluar krahasimisht me ne që e kemi e zhdukëm atëherë, por që një pjesë madhe e kanë të vjetër. Ndërkohë që ne me gjitha kontaktet që po bëjmë, me të gjitha marrëveshjet që po përgatisim, me të gjitha partneritetet që po ndërtojmë, edhe për shkak të politikës që kemi zhvilluar, edhe për shkak të miqësive që kemi në anë të ndryshme që me njëra tjetrën mund mos jenë shumë miq, kemi po bëjmë diçka besoj shumë pozitive. Diversiteti është shumë i rëndësishëm. Shqipëria duhet të jetë miq me të gjithë. Nuk mendoj që kemi luksin të ndajmë me të bëjmë. Se për shembull të pash disa reagime për vizitën time në Izrael, për nderimin që ai nderim ishte për shqiptarët edhe ishte për popullin shqiptar, sepse nëse populli shqiptar nuk do kishte bërë atë që ka bërë në luftën e dytë botërore, nuk do vinte pavarësisht se ç'pun kemi bërë ne, nuk do vinte mundësia që të merrim atë nderim aq të madh. Dhe reagimet ishin athuase ne jemi në një shtet, ne detyrat tona i kemi bërë shumë qartë. Edhe kur ka ardhur puna tek Këshilli i Sigurimit dhe më pas kur ka ardhur puna tek Kombet e Bashkuara në tërësi, ne kemi bërë gjithmonë qëndrime që kanë qenë qëndrime që nuk kanë qenë në të njëjtën linjë me qëndrimet e Izraelit. Kanë qenë në të njëjtën linjë me gjithë qëndrimet e BE-s e tjerë. Ne kemi përsëritur që duam dy shtetet, gjë që nuk është një qëndrim në të njëjtën linjë, por ama partneriteti me Izraelin sot
është strategjik më shumë se çdo herë tjetër për sigurinë edhe për gjithë çka ne mund të përfitojmë prej tyre pikërisht në ngritjen e industrisë mbrojtjes, sepse po ka një fushë që ata janë the number one dhe pastaj ka ca vende bosh dhe vin tjerët, është kjo. Kështu që jam shumë dakord. Po për ty çfarë se u bë shumë e gjatë. Jo, unë deri tash kam qenë brutalisht, ndoshta shpirtëror dhe teorik, në anë teorike, po desha tregoj një anë tjetër, dhe duhet të brutalisht praktik. Dhe jam negociator i kapitullit 16 i kapitullit 29, që janë tatimet dhe doganat. Dhe brenda 2007-s shpresojmë të mbyllim negocime teknike në lidhje me këto dy kapitujt dhe me të tjera. Dhe unë të them që nga ana teknike ne po përpiqem të sjell domethënë një risi në bashkëpunim me Ministrinë e Financave në rritjen e bazës tatimore shqiptare. Dhe kjo ka lidhje me shtyllën e parë të dytë të BEPS-it. Është një iniciativë nga G20 dhe OECD-ja për të krijuar dhe për të riqarkulluar të ardhurat tatimore, sidomos të korporatave të fuqishme botërore, në vende që kanë juridiksione që kanë kapacitet të limituar si Shqipëria. Dhe kjo, pavarësisht ato që ne kemi në terren, ne mund të sillim një të ardhmë shtesë, domethënë mjaft konsiderueshme, nëse e lozim terrenin dhe ne si duhet, dhe sillim ekspertizën e duhur. Në fakt unë duhet prek një aspekt tjetër, me që pyetet. Kur kam bërë videon te platforma, e kam mbyllur në fund me një shprehje të Konicës që thotë ndryshimet e mëdha politike kanë gjithmonë për bazë elitën intelektuale brenda vendit dhe diasporën. Me çfarë duhet të them me këtë është që besoj që duhet e para një herë elitën intelektuale që kemi këtu të mundohemi, se vërtet siç u thashë Ministria e Financave vërtet janë goxha profesionistë, mundohemi t'i mbajmë dhe gjithashtu diasporën të vazhdojmë, shpresoj që shembulli jon sot të ndikojë sadopak dhe të mundohemi të sjellim dhe akoma më shumë prurje, domethënë trurin nga diaspora këtu. Në diskutime që kam me miq, një gjë që ju them të paktën është kjo, edhe nëse nuk e mendoni për arsye të ndryshme veten tuaj në Shqipëri, të paktën tani që është momenti i antarësimit të Bashkimit Evropian, të paktën hajdeni dhe jepni kontributin tani deri në 2030. Në momentin që pastaj jemi antar Bashkimit Evropian, okay, secili mund të marrë dhe të ketë rrugën e vet. Se pikërisht kjo ishte edhe një nga ato arsyet kryesore që unë vendosa tani. Pikpyetja e më e madhe që kisha ishte a është vërtet që mund të arrijmë 2030-ën? Edhe çdo ditë filloj ta besoj më shumë për faktin sepse shikoj dhe planet që kemi, domethënë me krye negociatorën janë goxha të qarta dhe planet. Në 2027-ën duhet mbyllur negociatat, 2028-ën duhet të firmosim traktatin, 2029-ën të ratifikohet dhe 2030-ën të jemi antar. Domethënë ka një plan veprimi, nuk është se është wishful thinking. Me ta. Po. Kështu që kjo rrit dhe besimin dhe kjo është ndoshta ajo që ju them dhe miqve të mi se më pyesin, është e vërtet kjo gjë apo jo? Kjo është ideja. Rinda, ti do ta mbyllësh tash, ti e nise, ti do ta bësh. Dakor, po mbyll. Shqipëria 2030-s për mua është një Shqipëri që ka përkrahur teknologjinë e avancuar. E ka përkrahur por me aleat. Aleat janë ligjvënësit dhe do të kemi ligje duke përqafuar teknologjitë e avancuara, si inteligjenca artificiale dhe shumë robotika tjera, automation që ne i quajmë. Them se njerëzit dhe ne kemi, se mos në Shqipëri kemi një avantazh të madh, sepse kemi një komb i vogël në numër dhe implementojnë gjërat shumë shpejt. Por du të ecim bashkë me ligjvënësit. Kjo është shumë e rëndësishme që të mbahet integriteti i njeriut përkundrejt inteligjencës artificiale. Që do të them me këtë është se në fakt robotika dhe automation që ne i themi që do na komplementoj inteligjenca artificiale është e dizenjuar që të jetë eficiente. Njeriu nuk është dizenjuar të jetë eficient. Ne do të aplikojmë tek shkenca që nuk është eficiente. Bëjmë metoda të ndryshme nuk na dalin siç duhet, me artin, do të merrem me artin, do të merrem me eksplorimin si njerëz, si shqiptar në 2030-ën. Domethënë duhet të kemi përkrahur teknologjinë e avancuar që të na çojë, që të kemi liri të bëjmë gjëra që janë kreative, sepse njeriu kështu është dizenjuar, të jetë kreativ. Jam shumë dakord
me të gjithë këtu që thanë që janë edhe pak tradicional, që duhet të ecim patjetër me ligje përreth kësaj. Kështu e shikoj. Okej, këta ishin 4 ufot që kanë ardhur nga skatër anë të botës për të shërbyer në shtetin shqiptar duke filluar nga 2 muajt e fundit, pastaj nga muaji i fundit, pastaj nga javë e fundit, pastaj nga 2 ditët e fundit. Janë njerëz me vizion, janë njerëz me shumë shkollë, njerëz me shumë eksperiencë jetë. Janë idealist, por jo naiv. Do t'ju duhet edhe ca kohë që të adaptohen plotësisht me realitetin dhe unë uroj, shpresoj, besoj dhe do bëj çmos t'i ndihmoj që realiteti të bëhet si këta dhe jo këta si realiteti.